Kapiteni i Teutës, Krisi Gorea, ka qenë një nga lojtarët më të spikatur të Superligës shqiptare të basketbollit në sezonin 2025-2026, duke u dalluar për nivelin e tij individual, qëndrueshmërinë dhe ndikimin e lojë gjatë gjithë kampionatit. Pavarësisht ecurisë që gjithmonë të mirë të skuadrës, ai ka mbetur një nga figurat kryesore të ekipit në parket. Vlerësimi më i madh për këtë sezon ka ardhur nga Eurobasket, e cila ka përfshirë Krisi Goren mes 5 lojtarëve më të mirë të kampionatit shqiptar, duke konfirmuar si një nga emrat më të rëndësishëm të sezonit. Përveç kësaj është vlerësuar edhe si Center of the Year, çmim që i jepet qendrës më të mirë të kampionatit për atë sezon. Ky kombinim vlerësimesh e vendos Goren në elitën absolute të Superligës për sezonin 2025-2026, si në renditjen e përgjithshme të lojtarëve më të mirë, ashtu edhe në pozicionin e tij specifik. Nga ana personale është një arritje për karrierën time sportive, është domethënë se sepse tregon që puna që kam bërë gjatë gjithë vitit është vërejtur nga të tjerë edhe është vlerësuar, që është një gjë shumë pozitive. Normalisht unë si kapiten kam prioritet, domethënë që të kemi sukses ekipor më shumë. Si vjet nuk arritëm atë çka donim të arrinim nga ana sportive për gjithë ekipin, por këto satisfaksionet personale si të themi të heqim pak atë mendin nga sezoni, jo në standardin që është mësuar Teuta të japi. Si funksionon kjo përzgjedhje? Kjo përzgjedhje, Eurobasket është një faqe që regjistron gjithë të lojtarët e basketbollit në Europë. Për çdo kampionat ajo ka korrespondentët e vet gazetarë që ndjekin kampionatin në bazë të statistikave të FIBA-s, statistikave PIK, topa në tabelë ASIS dhe statistika më të avancuar siç është indeksi, dhe në bazë këtyre statistikave dhe në bazë të vlerësimeve të tyre ato përcaktojnë çmimet individuale dhe peshqet më të mira për sezonin. Center of the Year është një çmim individual që i jepet lojtarit më të mirë në pozicionin qendër gjatë sezonit, ndërsa përzgjedhja top 5 lojtarëve bazohet në një analizë të gjerë të performancës gjatë gjithë kampionatit. Eurobasket kombinon statistikat individuale, ndikimin në ndeshje, konsistencën dhe vlerësimet e ekspertëve të basketbollit për të përcaktuar këto renditje dhe çmime, duke i dhënë një peshë të veçantë çdo vlerësimi.